Në ndjyshimet për 3 vepra penale, zyrtar policor nisën mbastisjen mëngjesin e së mërkurës, keqpërdorimi i detyrës zyrtare, falsifikimi i dokumenteve dhe legalizimi përmbajtjes së pavërtetë janë vepra që dyshohet se kryen zyrtarët e Agjencisë Kadastrale në bashkëpunim me zyrtarë të tjerë shtetëror. Kësaj policia bastisi zyrat e të dyshuarve dhe disa lokasione tjera dhe si rezultat u arrestuan 5 personat e dyshuar. Sipas prokurorisë të dyshuarit A.Q dhe N.K në bashkëveprim dhe pas një marrëveshje paraprake kanë përdorur një dokument të falsifikuar të titulluar kontratë për këmbimin e palojshmërive. Përmes këtij dokumenti, prokuroria thotë se është paraqitur në mënyrë të rreme se ka ndodhur një këmbim pronash në vitin 1966 me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror. Gjatë hetimeve është dyshuar se A.Q dhe N.K me ndihmën e personit zyrtar A.B kanë arritur që dokumentin e falsifikuar të paraqesin si autentik, duke vulosur dhe përfshirë në arkivat e gjykatës, ndonse një dokument i tillë nuk ka ekzistuar asnjëherë në evidencat zyrtare. Po ashtu prokuroria bën të ditur se i dyshuari A.B në cilësinë e personit zyrtar në gjykatën themelore në Prishtinë dyshohet se ka keqpërdorur detyrën duke krijuar dosje fiktive dhe duke mundsuar legalizimin e dokumentit të falsifikuar. Tutje prokuroria ka shpjeguar dyshimet ndaj zyrtarëve të AKK-s. Ndërkohë të dyshuarit B.Sh dhe M.B në cilësinë e personave zyrtar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, dyshohen se kanë tejkaluar kompetencat e tyre dhe në mënyrë të kundërligjshme kanë aprovuar ankesën e palës, përkatësisht të pandehurit N.K, duke obliguar komunën e Prishtinës që të regjistrojë pronën në emër të tij. Televizioni ka tentuar të marrë një qëndrim nga Agjencia Kadastrale, por ky institucion nuk ka kthyer përgjigje.